Shumë mirë. Po, mendoj edhe unë. Amo, unë nuk e kuptoj pse e lidhen datën 28 veç me mërgatën. Se ju e lidhët. Kush ju? Partit. Kush ju? Partit opozitare. Partit opozitare. Absolutisht. Pastaj e ndrun diskursin, pastaj e ndrun diskursin sepse e kanë frikën mos mu armiqësua me diasporën. Ju pi ndelet vetëvendosjes vetë. I ka bo thirrje mërgatës, hajde regjistroni. Secila ka shku në edhe zgjedhjet e kalume, ka marrë takime, i ka riorganizu dekte veta. Edhe pse duhet me endo mërgatën si komunitet në vetë. Ata nuk janë komunitet i veçantë, janë qytetarët tonë që disa prej tyre madje përkohësisht jetojnë atje. Pajtona me Artonin, sepse na e kemi pak ndryshe këtë konceptin e mërgatës, diasporës. Nuk mundesh me i thonë dikuj diaspor, i cili ka me pasaport, me letër njoftim të Kosovës, edhe veç shkon edhe jeton atje. Ai nuk është mërgatë, ai është qytetar i këtij vendi që ka shku me punu atje. Edhe nuk duhet me i ndasi komunitet veçantë. Nëse vazhdojt me hapit diskutim, që është edhe për ata nëse duan vërtet me ja mundësu ma let, hajde të flasim për votimin elektronik. Nëse s'kemi mundësi, hajde të flasim për vendet të rezervuara për qytetar, për ata që janë vërtet me dorë. Po pra, kështu që nëse hapim, hajde e hapim diskutimin vërtet, cilat janë nevojat e mërgatës dhe si ata mujnë me u përfaqësu ma mirë. Por caktimi datës një javë nuk bën ndonjë ndryshim të madh, se ata që kanë ndërmend me ardhë, festat atje fillojnë me të mërë një pramë të me atë datë. Sepse është për neve, për qytetarët e këtij vendi, nuk energjin ju pe bënit madhe. Partit politike pyten cilën datë e preferoni. Gjithmonë i japin preferencat e veta dhe arsyet e veta. Është rrëmshme që partit opozitare si kanë preferencës datën kur kanë mujtë me votuar mas shumë të qytetarë. Sepse me 28 dhjetor do të kemë mas shumë të qytetarë. A duhet me rreziku integritetin e zgjedhjeve për këtë punë. Sepse rëndësi numër 1 është integriteti i procesit zgjedhor. Ne do të kemi një dalje në zgjedhje parafërsisht njëjtën me të shkurtit për ndryshe, jam i sigurt që si kur të kishë qenë datë tjetër, kur mërgata do të kishë qenë këto, dalje do të kishë qenë shumë e vogël edhe për shkak të do të ketë edhe qytetarë që jetojnë në Kosovë që do të ikin për pushime atëhere. Cilët janë ata? Pak janë plot ko. Unë po. A kime u thumes, pra, a përshësi paska, në mesën e 4 neve këto, në fakt, mos kishtë zgjedhje, edhe unë jam e sigur se nuk do t'isha këtu me datën 28. Kështu që plot njerëz ose kanë po të mos kishtë zgjedhje, thash. Më thonë, mirë po, ne, pra po thamë, mërgatën duhet mi konsideru si qytetar tonë, mos me i dalu si një kategorit veti. Nuk e keni bo, fatkeqësisht. Kush bre se ka bo bre basrisë se që kjo... Partit politike, fatkeqësisht. Partit e keqe është se pe endojnë si kategorin veti, kur ata janë qytetarë këti vendit dhe drejt duhet me ju mundësu mënyra votimit. I kanë 3 mënyrat e votimit të mërgatës. Pa mjaftueshme, fatkeqësisht. E qëka do të me bo ma shumë? Kjo është një mundësi. Na mujmë shpresu që ti kime pas nështë ta mundësi me folë ma shumë forume të partisë edhe do shta vendimare në të ardhme me ndryshu. Unë një... Jo veç ligji, po edhe qasja e saj ndaj diasporës. Praktikat e votimit jashtë vendit. Në fakt shumë vendet, tash nëse bëmi krejt realist, unë nuk e sugjeroj këtë në Kosovë, po di se shumë vendet nuk e lejojnë fare. Një mundësit e tjilë. Pra po dhamë, unë nuk e sugjeroj, ka vende që nuk e lejojnë votimin jashtë vendit. Do më thonë, i gjithë votimi bënë vendit. Ka vende që s'mojnë zgjedhje fare. Unë nuk e sugjeroj. Praktikat e vendeve demokratike, praktikat e